Edi Rama kështu në fjalit saj apash aty u duk sikur të ka kopju pak këzek aty kështu në gjuhën e komunikimit. Po, a di si... Ka dëgju ndoshta në Top Channel ose këtu në politikën ndoshta. Unë mendoj që edhe shteti shqiptar e ka pos obligim me e sqaru para opinionit kush i dha të drejt Carla Del Pontes me bohetime brenda për brenda territorit shqiptar, kur ajo kishte mandat juridik vetëm brenda ish Federatës Jugoslave. Një. E dyta, halon nuk u sqaru kush ka votu pro e kush kundër prej deputetëve në Parlamentin Evropian atëre kundër rezolutës të Dick Martit. Nuk është sqaru në opinion se kush ju ka dhënë urdhër për shembull deputetëve shqiptar të Maqedonisë, hajde lëshoni, mos votoni. Në Këshill të Evropës. Ermira Mehmeti ma ka shpjegu një gjatë të tillë. Unë i kam dosjet i kom marrë përmes disa deputetëve suedez atje që shku procedura prej fillimit deri në mbarim. Unë jam i bindur që shteti shqiptar ka mujtë me bo shumë ma shumë në kanale diplomatike, ka bo jashtëzakonisht shumë propagandë, ndërsa qeveria e Kosovës e ka pos obligim me reagu si shtet, dhe unë mendoj si qëto protesta, të cilat jënë mojtë edhe në Shkup, edhe në Tiranë, edhe në Hagë, edhe atje, me pasken unë organizatori këtyre protestave, unë kësha bon veç një protest. Unë kësha protestu para qeverisë të shtetit tim, e cilat që 5 vite, një herë, një laf, një emër, nuk e ka përmen Albin Kurti për këta në Hagë. Ama ata qeverisë tani, këta që janë në qeveri, këta nuk e kanë sjellë gjykatën speciale. Më falë, këta që janë në qeveri, këta nuk e kanë sjellë gjykatën speciale. Po se kanë votu. Po se kanë votu. S'kan votu konaj. Po s'kan votu konaj. Po s'kan votu konaj. Ama s'kan marrë pjesë. Po kanë matat vote, s'kan votu konaj. Çështje tjetër. Po jo nuk tjetër. Jo është kredit. Ja interpretizëm. I kanë bërë korumen. Oportunizëm, fal. Oportunizëm, jo është interpretim. Po ajo mund të jetë oportunizëm. Deputeti ka, jo më fal. Ata kanë kundër. Deputeti ka një obligim.